Zbardhet ngjarja e rëndë ndodhur pas ditën e së premtes në xhaminë e fshatit Dushk në Lushnjë, ku u pre me thik në fyt besimtarit 86 vjeçar Shemshir Muça. Pas hetimeve, policia e Lushnjës ka mundur të identifikojë dhe të vërë në pranga autorin e krimit. Bëhet fjalë për 38 vjeçarin Arjan Alla, i cili akuzohet për vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Burime zyrtare nga Komisariati i Policisë së Lushnjës bëjnë me dije se Alla, babai i 2 fëmijëve, e vrau të moshuarin brenda në xhami pas një sherri banal. Mësohet se 38 vjeçari nga fshati Dushk vuante prej kohësh nga probleme mendore dhe nuk kurohej. Sipas hetuesve të çështjes, Arjan Alla e ka pranuar autorsinë e krimit, ndërsa ka treguar detaje se pse e theri me thik në fyt bashkëfshatarin e tij. Gjatë së shtunës rreth orës 20:30, policia e Lushnjës arrestoi në banesën e tij Arjan Allën, pasi akuzohet për vrasjen e bashkëfshatarit të tij Shemshir Muça. Pas dëshmive të marra nga personat që faleshin në xhaminë e fshatit dhe informacioneve të siguruara në rrugë operative, blut zbuluan se besimtari musliman Shemshir Muça u ekzekutua nga 38 vjeçari Alla. Gjatë marrjes në pyetje, ai pranoi se e kishte goditur me thik në fyt 86 vjeçarin. Unë jam besimtar dhe shkoj e falem çdo ditë në xhami. Të premten pasi mbaruam ritin, u zura me Muçën. Unë i thash atij se nuk është besimtar, ndaj u zum dhe e vrava. Mësohet të ketë thënë Alla. Policia sqaron se 38 vjeçari, i cili ka qenë për rreth 15 vjet në emigracion në Greqi, i kishte thënë viktimës se ai vinte në xhami për shkak se e kishte kryshkun myfti dhe se nuk besonte në Zot. E ndërsa kanë debatuar ashpër, i sëmuri mendor ka nxjerr thikën që mbante me vete dhe e ka prerë në fyt të moshuarin. Ky i fundit është varrosur pas ditën e së shtunës në varrezat e fshatit Dushk.